Të gjitha projektet ligjore që do të hartojë Ministria e Drejtësisë do të kalojnë nga një këshill konsultativ që do të ngrihet shumë shpejt pranë këtij dikasteri. Ngritja e kësaj strukture konfirmohet nga ministri Nasip Naço, i cili në një intervistë për Albanian Screen thekson se ky këshill do të rrisë cilësinë e projektligjeve duke bërë një oponencë profesionale. Pjesë e tij, thekson ministri, do të jenë juristët më të njohur në vend. Ngrihet një grup konsulentësh me juristë nga më të mirët që janë sot në vendin tonë, pedagog, anëtar të gjykatës lartë, të prokurorisë përgjithshme, të gjykatës kushtetuese, të cilët do jenë një organ konsultativ këshillimor për Ministrinë e Drejtësisë, për gjitha aktet që do kalojnë edhe nëpërmjet kësaj strukture. Ndërkohë, Ministria e Drejtësisë duket e vendosur të mbrojë deri në fund variantin e propozuar për ndryshimet ligjore në Kodin e Procedurës Penale dhe Ligjin Antimafia. Këto ndryshime që parashikojnë hetimin dhe gjykimin e 21 veprave penale nga Prokuroria dhe Gjykata e Krimeve të Rënda, u kundërshtuan jo vetëm nga opozita, por edhe nga misionet Top Dat dhe Euralius. Një nga argumentet se pse këto misione ndërkombëtare kundërshtojnë projektin e propozuar, sipas tyre lidhet me faktin se Prokuroria e Krimeve të Rënda nuk do të mund ta hetojë këtë vepër në të gjithë Shqipërinë, kjo edhe për shkak të numrit të kufizuar të prokurorëve. Por ministri i Drejtësisë ka një tjetër opinion për këtë çështje. Nëse marrim prokurorinë e rrethit gjyqësor Tiranë, ka rreth 60 prokuror dhe jeton rreth 10.000 çështje në vit. Ndërsa Prokuroria e Krimeve të Rënda ka rreth 16 prokuror dhe jeton rreth 250 apo 300 çështje në vit. Prokuroria e Krimeve të Rënda i ka të gjitha mundësitë dhe profesionale, politikisht ne e quajmë korrupsionin si një vepër të rëndë, nuk rriq si masën e dënimit, por e vlerësojmë të një lloj siç janë organizatat kriminale, siç janë bandat, trafiqet, dhe do ta luftojmë me të njëjtat mjete, me të njëjtën vendosmëri. Nga ana tjetër, ministri Nasip Naço thekson se që përjardhjes së tij në detyrë ka nisur në Këshillin e Lartë të Drejtësisë 7 kërkesa për procedim disiplinor të gjyqtarëve, duke kërkuar edhe shkarkimin e tyre. Por, edhe pse 6 nga këto dosje i kanë ardhur nga Inspektoriati i KLD-s, kërkesat kanë mbi 2 muaj që nuk futen në rendin e ditës. Jam mbi 7 apo 8 raste që unë si ministri i Drejtësisë kam filluar procedimin disiplinor dhe ja kam dërguar materialet e Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Në jo më pak se 6 raste materialet kanë ardhur nga Këshilli i Lartë të Drejtësisë, nga Inspektoriati i këtij këshilli pranë ministrit që të fillojë procedimin dhe të 6 gjyqtarë kam shpënë me procedim disiplinor për shkarkim nga detyra dhe pres ka rreth 2 muaj që pres që t'i fusin në rendin e ditës Këshilli i Lartë të Drejtësisë. Ministri i Drejtësisë nënvizon gjithashtu se reformat e pritshme të sistemit që do të prekin KLD-n, Gjykatën e Lartë dhe ato kushtetuese, por edhe një sër ligjesh të rëndësishme, do të realizohen me ndihmën dhe asistencën ndërkombëtare që vjen nga Komisioni i Venecias.